Ne kemi kriju disa sisteme këtu në Shqipëri, si ajo, a ke qenë në herën kjen, kështu, me kap veshin kështu. Ne duhet i bëjmë gjërat sa më drejt, sa më thjesht, sa më të kuptueshme, sa më transparente. Ma lër propozimit tënd për në fund. 2 javë arpushim, hapja e ngushticës së Hormuzit, 3 qendër kanë reaguar për të stabilizuar disa çmime. Pse Shqipëria ka të vështirë ta bëjë këtë? Ose në Shqipëri, praktikisht, në Shqipëri, zakonisht, rritja është shpejt, pastaj kur vjen puna dhe kulja është ngadalë, unë thash dhe më herët që ne kemi të paktën 3 vite që nuk shohim asnjë lloj reflektimi të çmimit karburantit. Pra ka qenë çmimi fiksuar. Jo vetëm kjo, por unë dua ta nis pak nga çështja e inflacionit dhe unë besoj që do të kemi një inflacion. Pra inflacioni do të ndikojë. Sepse kemi të freskët rastin e luftës në Ukrainë. Ku për shkak të luftës përfshi edhe pandeminë, sigurisht që inflacioni në Shqipëri ka përseu deri në 4.7%, mos gabohem. Por, pse do të ndikojë? Sepse në Shqipëri ka nisur të jepen efektet. Për shembull, ne kemi raportuar gjatë ditëve të fundit që shumë linja të transportit publik kanë nisur të rrisin çmimin e biletave për udhëtarëve. Kjo afektoi jo vetëm qytetarët, por edhe turistët. Sepse është krejt normale që një turist Po kjo mund të ndodhë edhe në botë. Patjetër, po bota ka marrë masa, këtë po themi, SBA, që është vendi përfshirë drejt për drejt në konflikt, që në fillim hapi rezervën e saj të hidrokarbureve për të mbajtur të stabilizuar. Pavarësisht edhe atje ka pasur një rritje, por që është ndryshe rritja në SBA dhe ndryshe rritja në Shqipëri. Vende të tjera të botës për shembull kanë marrë masa, Italia ka marrë masa, që i kemi vende po themi që janë pjesë e G7-s, fuqitë më dha ekonomike. Kemi vende të rajonit, kemi Kosovën, Maqedoninë, Serbinë. Gjithë vendet e rajonit Gjitha vendet e rajonit kanë marrë masa që t'i mbajnë çmimet në mënyrë po themi të stabilizuar, sepse vendet e rajonit apo në përgjithësi ekonomia goditet në momentin që bie konsumi. Konsumi është, po themi, e gjithë hallka kryesore që e mban patjetër ekonominë. Ne kemi një handicap sot që flasim, se përmendëm pak sektorin e turizmit. Pra, ne themi që është rritur karburanti, po janë rritur edhe çmimet e produkteve. Pra, nëse një sallat, po themi, domatesh deri sot në restorante shqiptare është rritur me 300 apo 400 lekë, nesër do ta kemi shumë më shtrenjtë, sepse sot produkti bazë po e banalizoj, i kësaj, po themi, pjate, është shtrenjtuar. E njëjta gjë do ndodh dhe me produktet e tjera. Por mos të harrojmë që ai 20% i TVSH-ja, po themi, që u merret qytetarëve shqiptarë, edhe atij të varfrit, por edhe atij që ka resort me 5 yje, është e njëjtë. Pra një qytetar shqiptar që blen produktet bazë jetesës paguan TVSH njësoj si ai që blen produkte për të furnizuar një resort, por ai resorti, ndryshe nga qytetari që paguan 20%, po themi, në përgjithësi taksa shtetit, ai resorti është i favorizuar se ai paguan veç 5% tek shteti taksa, TVSH, ku e shet produktin atje dhe pjesën tjetër e fut si fitim në xhepin e vet. Etj. Po këto janë terma shumë teknik për qytetarët, por për ta thjeshtëzuar, ata që do të goditen janë qytetarë shqiptarë, sepse do ta ndjejnë dhe po e ndjejnë drejt për drejt tek xhepat e tyre. Po tentativa që bëri qeveria për ta ulur çmimin e naftës, apo bordi i kontrolluesi. Shiko, nuk ka bërë tentativë qeveria për ta ulur praktikisht. Qeveria ka marrë një masë që sipas saj, unë përmenda në fillim, që sipas saj e mban, po themi, nën kontroll pra uljen me 20% të aksizës. Por qeveria na i merr përsëri dy fish, sepse TVSH-ja aplikohet mbi taksa, edhe mbi aksizën. Pra, TVSH-ja aplikohet dhe mbi taksa dhe përsëri qeveria nuk ka humbur asgjë. Përkundrazi, qeveria ku të bëj bilancet e saj në fund vitit do dalë me suficit për shkak të këtyre, këto janë të ardhurat të paparashikuara në buxhet. Pra qeveria do thotë që shiko se më kanë dalë sa para tepër dhe do nxjerrë ca projekte, ndoshta do bëjë edhe një subvencionim qytetarësh, vitin tjetër është fushata elektorale dhe e përdor këtë situatë për të mbushur buxhetin e shtetit në kurriz të qytetarëve shqiptarë. A mund të ketë ulje tjetër çmim naftës në ditën e virim, nga ajo që po diskutohet edhe të paktën nga masat që janë marrë? Si mendon? Shiko, nesër për shembull opozita ka propozuar 2 projektligje në kuvend që do duhet të miratohen. Janë 2 projektligje që në një farë mënyre ndikojnë drejt për drejt pikërisht te kjo situatë, tek heqja e aksizës për karburantet apo pezullimi i saj për një periudhë të caktuar kohë. Dhe do të ishte mirë që të gjithë deputetët
të linin më janë, po themi, mazhoranca në këtë rast, sepse propozimi është bërë nga opozita, pra mazhoranca të ulet dhe të mendoj që ky propozim që është bërë nga opozita është një propozim që në fund ditës i shërben interesit publik dhe duhet ta miratojnë, sepse ne dim që opozita nuk i ka votat në kuvend për ta bërë këtë gjë dhe duhet patjetër që mazhoranca në këtë rast të miratoj këto ligje, këto projekt ligje që janë propozuar, sepse do të japi frymëmarrje të gjithë ekonomisë, jo vetëm qytetarit thjesht, por gjithë ekonomia, të gjithë sektorët, bujqësia, fermerët sot që janë ngritur në protestë dhe që kanë paralajmëruar edhe agravim të situatës, blegtorët, sidomos që përdorin mekanik bujqësore, traktorët e tjerë që e kanë jetik përdorimin e karburantit, nesër mund përballemi me situata nga më të paparashikueshmet për shkak të mos ndërhyrjeve apo mos marrjes së masave nga ana e shtetit për ta kontrolluar apo ta sistemuar këtë situatë. Unë mendoj që nuk është thjesht çështje parlamenti, çështja e ushqimeve dhe çështja e karburantit, nëse do të shikojmë me themel, tregon që Shqipëria nuk ka avantazhe krahasuese në krahasim me vendet e tjera të rajonit. Ju më bët një pyetje përpara se sa është TVSH-ja e ushqimeve. TVSH-ja e ushqimeve në Evropë është nga 0 deri në 9%. Edhe në rajon, po edhe në rajon 6 deri në 9%. Është 6 deri në 9%. Dhe 0% janë produktet që janë bazë, 6% janë disa produkte që duhen dhe 9% janë produktet e tjera ushqimore. Ne kemi TVSH 20%. Në lidhje me karburantin në Ballkan, përpara se të ndodhte konflikti, ishte 1.1, 1.2 euro. Ne kishim 1.8, 1.9. Sot që flasim ne, dje, pa ndodhur marrëveshja, dje ishte çmimi i karburantit në Ballkan 1.5 euro. Ne kishim 2.2. Sot ka vajtur 1.3. Atëherë ku është avantazhi krahasues i Shqipërisë për karburantin dhe për ushqimet në krahasim me vendet e tjera të Ballkanit? Po prandaj bujësia shqiptare është aty ku është. Në krahasim me bujësinë e vendeve të tjera të Ballkanit. Prandaj sistemi logjistik furnizimit është aty ku është në Shqipëri në krahasim me vendet e tjera të Ballkanit. Prandaj jemi këtu ku jemi. A mund të ketë ulje çmim naftës ditën e vazhdim? Nuk e di, se nuk e di se çka kanë kokë bordi. Unë e thash që në fillim, bordi është një krijesë që qeveria të laj duart, si Pilati. Qeveria thot po s'di gjë unë. Për t'i bërë me përgjegjësi thua, apo? Me përgjegjësi pa përgjegjësi. Qeveria thot unë s'di gjë e di bordi. Bordi do përpiqemi që bordi të bëj transparencë. Në një kohë që kjo gjë kjo gjë mund të bëhet thjesht me vendim shihet ministra. Për çfarë duhet bordi? Për çfarë duhet krijuar një bord që pastaj ti kërkosh llogarit bordit? Jo më zotëri, kërkoj llogarit vetes. Tani këtu kemi një problem të madh ne. Që pjesa më e madhe gjithë basketbollistëve në gjithë botën dihet që kanë probleme me hernien diskale. Por është vetëm një basketbollist në botë, që ka probleme me politikat fiskale. Ka dhe me hernien diskale, për dini. Qartë. Edhe unë kam qenë një qik basketbollist, edhe unë kam një qik. Shiko, Klaudia, unë mendoj që jemi në një situatë ku ne nuk mund parashikojmë. Ne në mëngjes patëm një marrëveshje mes Tiranit dhe SBA. Në mbrëmje ka pasur një, po them thyerje, por tensionim të situatës. Pra ne nuk e dim çfarë do të sillet nesër. Pra janë orë shumë decisive. Janë orë cila sot kanë kaluar vetëm 2 anije, po themi, tankera në ngushticën e Hormuzit dhe pjesa tjetër vijojnë të jenë atje. Sigurisht që politika ndërkombëtare, gjeopolitika dhe situata në linjën e mesme na vë përballë apo qeverinë në këtë rast, vë përballë një situate ku duhet mendoj patjetër për qytetarët e vet. Nuk mund të iket dhe nuk mund të thuhet që shiko se ne kemi krijuar bordin e transparencës, çfarë bë bordi dhe nga kush përbëhet bordi i transparencës? Cili qytetari i thjeshtë është aty? Kush e mbron interesin publik aty? E mbron qeveria? Jo, s'e mbron qeveria, se qeveria merr taksat. E mbrojnë kompanitë e shitjes së hidrokarburave? Jo, sigurisht. Se unë nuk besoj që një antar i bordit transparencës, se duhem ta përdorim pavarësisht se unë nuk do doja ta përdorja këtë emër, i bordit transparencës që është i përbërë nga antarët të qeverisë dhe antarët të kompanive, do mbrojnë interesin publik.
Absolutisht jo, ato do mbrojnë, qeveria do mbrojnë taksat e veta, kurse kompani do mbrojnë pikërisht fitimet e tyre. Ky është problemi i Shqipërisë. Sepse në Shqipëri, qytetarët, simbas stresave, nuk kanë përfaqësi në institucionet publike